Duna të tregojmë revoltën është e 4 herë që vim gjyq, na vrasin për 4 herë. E para është, okej, e pranojmë këtë, nuk e, për 10 herë, erdhë avokatja në tha është e smut. Gjykatja erdhë radhën e tretë, në dha prap e smut. Duna drejtësia qkonen vend. Ina të vratë, mos në vrit një prapë për zditi. Le ta mbrejnë e drejtësien, nona e vete edhe baba e vetë, se do vdesim para vakti, barëm le ta shofin drejtësien ku vinë vend. Se është në shkatrau kjo dhimbja është, e ne duhet drejtësia të vazhdojnë prapë piku ka fillohu incidenti. A mendoni se ka edhe njerëz tjerë? Mendojmë 100%. 100%. Duhet kthehet prapë pi fillimit, fillone, pike inspektori, kryesori, policisë, vine prap, e të vine prap në prokuror. Prokurori atër të lishone të ndjeke edhe qerit, se porosicit e vrasis janë liri. Kush është gjykatësia që nuk vjen? Gjykatësia njëherë në undrohu, për herën e tretë erë gjykatësia e tjetër. Është nga fshati Zubat, me gjithë avokatën. Dështojnë seanca gjyqësore me... Po. Që sa herë që dështojnë? Kjo është e treta, sot është e 4 herë. Kush është arsyeja? Në njëri rast është gjykatja. Arsyeja e parë, e hapim, se mund të më s'kin qonë komplet dokumentet, radha e ditë, avokatja e ka dhonë që nuk është në gjendje për të mbaj seancë. Edhe radhën e tretë e boni gjykatja e dha, që nuk është në gjendje për të asi edhe edhe që e vranë nuk ka në atë në gjikatë, nuk i ka në profil. A është e vërtet se edhe avokatja e palës që ka shkaktuar incidenti, vrasësve, edhe gjykatja janë prej të njëjtit fshat? Po. Atë që kam informatat që janë po. A dhe të kërkoni të ardhshmen që kjo lënd t'i merret kësaj gjykate dhe të kalojnë në gjykatë tjetër? Protestat mund të vazhdojnë edhe të ma shumë mund të bëhen, me siguri që po të kërkojnë. Edhe të kërkojnë edhe ndrimin heqjen e asaj avokatës për lëndës tonë, nuk dhe e lejojmë ajo të citone me gjakin e gjallit tonë të citone pare. Të themi pak më qartë, sot konkretisht, çfarë kërkoni? Sot e kërkojmë veçëm drejtësien, na hapin një informat, veçëm drejtësien, asë gjatë tjetër. Lëvin, pse na ma tretojnë? Pse ma tretojnë babën? Pse ma tretojnë nonën? Ajo nona ati mund të vdesi për donë ta shofe drejtësien para. Se nuk dhirë. Kjo ndodhi që stërgjatët procedura gjyqësore dhe konfliktet reja mes dy familjeve? Konfliktet reja që është e këzotit, këti konfliktet ne të gërkojmë drejtësëja, nuk i në atë shte për konfliktin. Ne kina artë të hapim atë revolton tonë, të gërkojmë shtetit drejtësëj. Cila është gjendja e prindërve të Resulit? Gjendja e prindërve të Resulit dhe përsërita kjo është për streti e. Gjendja e prindërve e duhen ato të shofin atë drejtësëjën se nuk dijet e në jeta ative. Se atë për natë baba e asaj, baba i Resulit veç ka fillohu të upe në vetë dije. Familjarët e të akuzuarve fillimisht kërkuat asaj kohë kur ndodhi ngjarja, kërkuat që të largohen prej fshatit. Po, largimin e fshatit. Tani vazhdojnë të jetojnë ata në fshat apo? Sa që shte familja e ative, familje gratë, fëmijët, nuk janë. Nuk janë, ato janë në Margin, Zvicë. Po këto emra tjerë që i përmendet, vazhdojnë që jenë në fshat në Devresh dhe jetën që? Që për emrat, me ndonë ato që i kanë porosit. Ne kina pas video incizimi, oshte, kamera, ne nuk e kina pa, sa është marrë, ne kina në videon, për kur dhe vine rasti dhe publikojme edhe kamerën, edhe video. Dhe me thonë, ju kini dëshmi të reja se ka edhe persona tjerë fajtorë që lidhen me vrasjen. Ne që shte kamerën nuk e kina pa, ne e kina pa, na ka ndonë vetëm pjesën ku ndodhi viktima.
kopja, ja?